Hakerimi I faqes zyrtare të Bashkisë Tiranë I kushtoi shumë familjeve shqiptare. Më 22 qershor përfundoi afati zyrtar për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte publike në Tiranë, por qindra prindër nuk mundën dot të aplikonin. Platforma e-fëmijë.tirana.al ishte jashtë funksionit për ditë me radhë, pasi faqja zyrtare e Bashkisë Tiranë ra prej një sulmi kibernetik, duke pamundsuar regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte. Në lidhje me funksionin e platformës, kryetaria në detyrë e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani, në një njoftim për mediat bëri me dije se po punohej për të rikthyer lidhjen sa më shpejt, por nuk dha asnjë shtyrie të afatit për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe e kopësht. Kjo platformë që nuk e kreu funksionin e saj, u ka kushtuar qytetarëve 210 milion lek nga taksat publike, ndërkohë që për të njëjtën faqe është hapur tenderi 1.7 milion euro edhe për sigurinë kibernetike. Përfituesi këtyre fondeve është kompania Kreac, në pronësi të Ledi Koçi dhe Norna Kuçi. Sipas të dhënave zyrtare të thesarit, Bashkia Tiranë ka firmosur 2 pagesa për këtë platformë. Një për 240.000 lekësh dhe një tjetër në vlerën për 21.360.000 lekësh, që sipas përshkrimit shkojnë për platformën online të regjistrimit të fëmijëve në çerdhe e kopshte.